Shqipëria do të prezantohet nga 3 deri në 5 marsi si destinacion autentik mesdhetar në panairin ndërkombëtar të turizmit ITB Berlin 2026. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, tha sot në ITB Berlin, i cili këtë vit shënon edhe 60 vjetorin, Shqipëria do të prezantohet me një agjendë të pasur dhe një stend të ideuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit. Në panair do të sillet një eksperiencë që ndërthur inovacionin, kulturën, bukuritë natyrore dhe përvojat lokale, së bashku me disa bashki, 30 tur operator dhe biznese shqiptare, tha Gonxha. Me një territor të vogël, por shumë të larmishëm, Shqipëria ka avantazh natyror për të pozicionuar si destinacion i turizmit të qëndrueshëm, Alpet shqiptare për turizëm malor dhe aventur, Riviera për turizëm bregdetar me kapacitete të kufizuara, qytetet historike për turizëm kulturor dhe fshatrat për turizëm rural dhe gastronomik. ITB Berlin 2026 e vendos theksin pikërisht tek këto forma turizmi, duke krijuar një dritare reale për promovim të diferencuar, larg modelit të turizmit masiv. Për Shqipërinë, ITB Berlin 2026 nuk është thjesht një panair promovimi, por një pasqyrë ku shihet e ardhmja e turizmit.